Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin veror me një koncert festiv madhështor në zonën e plazhit të ri në Lungomare. Për kënaqësinë e publikut vloniat, të cilët ishin të shumë të numër, por të pushues dhe vendase të huaj që ndoshin live eventin festiv, performua këngëtarët më me zë të muzikës vendase, si Gjensile Myrtezaj, Klajdi dhe Bruno, Adelina Ismaili dhe Abelo Mania, performanca që dhurua një atmosferë festive për publikun. Performancat e këngëtarëve më me zë të muzikës vendase u vlerësua me Eduard Torkitje, teksa nuk munguan as kërcimet e publikut që shijojnë eventin, por nuk mbetet me kaq, pasi përgjatë mbrëmjes së të dielës një tjetër koncert festiv organizohet në Vlorë me këngëtarë si Noizi, Ronela Hayati, Elgi Doda në një tjetër natë që parashikohet të jetë magjike. Nata e parë festive u mbyll në qytetin bregdetar me një spektakël fishek zjarresh për të lançuar nisën e një vere që synon të thyej çdo pritshmëri në numrin e turistëve në qytet. Valon titullohet programi i Bashkisë së Vlorës në kuadër të çeljes zyrtare të sezonit veror që zhvillohet në Vlorë në datat 9 dhe 10 maj.